Vajza, jemi miliruar, jemi në qytetin e Sarandës, ankohet qytetari. Ka paguar parat në bank, ka marrë letrat, që një parcel, 122, fraksion 1. Parcela numër 22. 22, më falë, iqe njëshin për para, ishte e tia. Po, e bleu kë. E bleu, paguaj legët në bank, mori legët, këllot. Mi po, pas këmë qenë pafat. Doli njëri që ja kishte shumë qef këtë parcelën. Se shumë shkon kjo punëre. Ka 4.000 vjetë, bacja tjetëri duket më e bukur se bacja jote. Se di, jo, doli njëri, që shkresën atë originale... Do të ta mërë të parcelën falas. Jo, atë me lek të këti dhe mori, fakt, me lek që pagoj kë, se s'pagoj as lek tjera, po. Ishte 22, tha. O, gjivile, i vem një njësh për para, to e na. E bon 122. A, shumë bravo. E mbi vendosi. Dije pak ankesën e të shkreti që thot, kam paguar parat 122. Po, mërë vlasketi, problemi jote është vetëm që jeton në Shqipëri. Do t'i jenë regull me gjitha gjërat. Problemi atit është ajo që ka do të gjosh më pas. Dije pak ankesën e qytetarit. Kam bler një tokë nga bashkia e qytetit Sarandë, me parcelën 22. Një tokë që ka qenë e lirë? Që ka qenë e lirë. Më është dhënë dokumentacioni nga Hervehe Qumani, parcela numër 122. Gjithë nga të resa është bërë në fillim ku ju keni bler këtë pronë nga bashkia? Gjitha kjo nga të resë, zotëri, është bën kur unë ka marrë dokumentat nga ishë shefja e urbanistikës Hervehe Qumani me parcelën 22. Më pas ku Herveheja nga puna dhe erdi Naim Rustemi. Naim Rustemi mori dokumentacionin e verifikoj në listat e urbanistikës dhe më tha që nuk të takon ti parcela 22. Unë në përmjet bizetimeve që bëra më premtoj se do ma zgjite të drejten që më takonte në bazë të ligjeve dhe të rregullave që kisha marrë dokumentacionin dhe pagua lekët në bank kur më dha dokumentacionin e Herveheja, pagova lekët në bank, ki më tha do të zgjidhi. Me vendim të Këshillit Bashkiak, ajo parcel ju la Beqir Banushit dhe parcela 122, fraksion 1, të dha ti, urdhove dokumentacionin, ja ku e kam, do me thënë originalin, dhe më tha, këtë parcel ta gëzosh. Unë në jenar të vitit 2014 të këti jenari, erdha dhe bëra prap verifikimin me këto dokumentacion, me këto dokumenta që mi ka dhënë Naim Rustemi. Dhe më del në listat e bashkis që unë këtë shesh ndërtimi, këtë truall që e kam bler me lek, me djers, me gjak, nuk ekziston. Dokumentat i kam unë në gjep, e kupton? Dhe jam i paisur dhe në listat e bashkis më kanë hequr emrin tim dhe kanë dhënë emër tjetër. Pra, kjo është ankesa me peripeci, me emra, punojësi, ishë hipoteke... Ta zoni tokën të dy ju që e keni bivendosur mbi njëri tjetër. Një sekund, ky ka mo. A ja morën fare? As gjysmës ja thamë? Jo, më përqë, s'ka, o mere gjithë. Nga që parcela nga 22 boj 122 dhe i shkoj uop tjetërit. Oke, bravo. Në fakt, gazetari ynë, vajtje dhe pyeti dhe topografin ose piketuesin të themi në Shqipë, në më thë që ka shkruajtur në letër që me këto koordinata dhe është personit në fjalë. Shikojni pak që thot, po sigurisht që kjo, për dhe se e kam shkruar kjo është e vërtetë. Shumë jam i të shmëndur që e kam vënë parcela 22. Oke, ndiheni pak. Tari nga Gonçeno. Pyesim në lidhje me këtë proces verbal që keni mbajtur për piketimin e pronës 122 fraksion 1. Këtu zotëris nuk i figuron emri në bashki. Ju keni bërë një piketim në emrin e zotëris. Po. Dhe zotëria e le të themi... Më urdhrojnë me japin, kur bëj piketimin e një parcele, në bazë dokumenta që paraqet qytetari, më shkoj te drejtori dhe ai më jep urdhër, jepte edhe bile me një autorizim me shoqëroheshin atëre dhe shkoja bëja piketimin. Ka hajdi unë tani dhe çoj vend. Ju vërtetoni që prona është në emrin e zotërisë. Në pas të këtij dokumentit këtë vërtetoj. Po në bashki pse nuk figuron kjo lloj prone? E keni iden? Mund të jem ngatëruar se ka pasur probleme me kështu. Mund të jeni ngatëruar ju apo mund të jetë ngatëruar zyra urbanistikës? Zyra urbanistikës. Ju vërtetoni që kjo pronë është e zotit Enver Zeinatit. Ja, e vërtetohet tek planimetria.
Pra ishte në rregull, ishte kala, do t'i thoja Po unë. jo, më topografi nuk është i cëros e di që shkon në burg. Parcela 42, Sajmir Kodra, pikë. Et aty në rregull. Pra ishte 22, Po? tesera... U bë 120. Tesera dhio i thanë mo, ti, thomaj. Tesera dhio, 22-shit. A mund të ndërprisni këtë komunikimin në një gjuhë që unë se kam as pak qef se do t'ju vine i levë. Si i thonë 22-shit. Më falë, qëfar përëron, vare apo levë? Tesera dhio, në dhego, tesera dhio. E lash, 22. E kam shok Francesco. Lere, Shkon punon në televizion atje, atë në një qanë ato, në Greqi atje, more vesh. Ke mega. E rrafin pas të e bashkë, minon, lere. Lere, rrafin Po jo më bashkë. 2 vetë se i bëndëm. Oke, pra, kaluam vajtëm në bashki. Për të pyetur, po në bashki jemi. Dhe, tha more, si ka mund ti që kjo është e korrigjuar, E pra. që ka e korrigjuar. Po pse bashkia jemi ne, fangshu? Se kjo është bashkia? Se e pra e korrigjuar. Si pra e korrigjuar? Kush e korrigjoj? Në fakt ka një histori që dua të bëj një paralelizëm të vogël. Një shokun tim e ndaluan me makinë e thanë, ke fut makina dhe ke kohë që ke probleme, këtu kjo makinë ka probleme. Ka probleme. Ai kishte një avje, kishte blerë. Më falë, qa probleme? Diqte vaj apo... Bote shumë ty mrapa. Ai makina kishte 2 vjet i kishte hyrë, me akt notarial kishte javje kishte blerë. Sa më falë mërti zotëri, tha. Po ku ishe ti Ke kur hyri? këtë databasin kur hyne kur dalin makinat, po. Kur ka hyrë kjo makinë, filan datë. Kush ka gjithë shërbim roje? Gentian Zenelaj. Mere Gentian edhe s'jaro. Ja, po ku ta gjenë Gentianin e? Po, Gentiani është transferuar. Ka ardhur në Tiranë nga Mauriqani. Çu thanë këto bashkisë? Digjeni pak me vëmendje, digjeni. Sa gjëra të korrigjuara, nuk e du. Kur ju të korrigjuar çfarë? Aty lartë në numra. A nuk e. Po te kush i të korrigjuar më shumë? Ku ja ka, unë shoh që ka blanko. Jo. Nuk e di, nuk di, tu janë që pas besoj. Shifiri si, dhe shoh për shumë dhe ajo të vendimet për shumë tjetër blanko ka 122 që vetë ka fraksionisht. Këti ka dokumentet nga të filosra të vilosur e konë që sa do që të kenë të shënime të sipër. Ata njerëzit që ka bushur nga filosur mund të shpjegojnë se janë bërë to. Se mund të kemë bërë ata, me vetë dje, problemin tyre. Po, këto dhe ka procedurën të zbarë. Pas komunikimit që patëm me drejtorin e zyrës urbanistike në bashkinë e Sarandës, dolën të tjera prova cilat japin të drejtë zotit Enver. Na u tha që dokumentat origjinale që ju keni janë të korrigjuara. Ju na thatë pak më parë që keni çuar edhe në prokurori gjithë çështjen. Tani prova më e fortë është korrigjimi i dokumentave origjinal. Ndoshta bashkia edhe prokuroria nuk janë në dieni të korrigjimit të këtyre dokumentave. Kam bërë kërkesë në prekurori dhe pres nga prekuroria që të më jepet e drejta dhe zgjidhja të jetë sa më shpejt. Pra, nga gjithë të pamje të marrë me kamat qenë kuptohë se nuk flisin, u zbulua diçka. Po, që ka? Jo, që ai korrigjimi nga 22 është problemi që kryesor që kjo nuk ka pronën. E djeti këtë deri tani? Ua. Pra, ki është problemi që populli, socializmë, kalamanë... Po, më falë. Gjithë kjo puna e tokave, vetëm një letër ka, s'ka dokumenta tjera me e krahasu për shembull, se në qoftë se ti e ke falsifikuar, ke bojë 142, ka një dokument origjinal, bashkia që thotë, jo më vlla, ky është dokumenti origjinal që është 42. E ku e di una që dhe atë origjinali nuk ka vë një njëshi për para mo. Pas kanë qenë thella këto puna ne nga jugu. Përfundimisht, me gjithë se ka një mandat arke që ka paguar parat si që takonin në ato vite, me gjithë se ka një fletë që vërtetoj që është tia, me gjithë se topografi vërtetoj që por toka ime, e vetë me gjë që është, ku shkuam tani? Një denoncim në prokurori për ta zgjidhur çështjen më mëtej. Po pra, gjithmonë ke prokuroria. Po ky tipi, më fal. Edhe me të drejtë, prokurori i përgjithshëm aty Azik Llava thotë, "Or nuk kom struktura, du njerëz." Jo vetëm një pyetje. U shkryr prokurori 365 ditë ka viti, 8500 dosi prokuror. Ç'të bëjmë ne? Ky tipi që nga 42, ky tipi with the great balls. Nga 42 e ka bërë me ding dong me Golden Globes. Yes, po. Nga 42 e ka bërë 142. Nga ditë që hedhën prokurori, nga 42 e bën përsëri 142. Ja. Nëse do të ketë një qasje do të jetë prokurori me 142 venekra, do ta bëj 1.142.000. Po ti si qytetari, dëgjoj, zoti qytetar, po ti je burr, ti e fal atë tokë. Se i ke hyrë ca ndrallave mormiku im? Falja kishës. Bëj diçka. Bukur. Do të kthehemi përsëri vetëm pas pak për folur për një tjetër problem. Bëhet një pallat i ri i bukur, që duhet të ketë një projekt përpara se të bëhet. Po, jo më ta nxjerrin te tabela projektin, po. Pallati që ne do flasim, nuk ka rrugë. U bë vetëm pallati.
punëtorët, me qa qoni llaqin, me teleferik, me qa... Me e boshin top abore dhe ullqin. Me qa shkonin, e hapin me hanxar rrugën, Se di ta themi në pas pak. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia. Dhe qa thu, do të shfaqë atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më qërës. Qa thu, redaksia. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Leti bim tubave për YouTube. Bjeri.